Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, emision në takimin e radhës me ligjëratat, me takimet e tefsirit, komentit të gjuzit amme, ku alhamdulillah sure pas sure kemi arritur tek 10 i fundit i këtij gjuzi. Në takimin e kaluar kemi folur për surën El Fil dhe pas surës El Fil pason surja Quraysh. Tek surja El Fil kemi përmendur një ngjarje interesante të rëndësishme e cila ka qenë një lloj paralajmërimi për një ngjarje shumë të madhe. Lindja e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ndryshimi që e pret botën dhe e pret njerëzimin. Kemi përmendur se një mbret, një udhëheq arrogant, mori guximin që për teke personale dhe për interesa të tij personale me marrë një udhëtim të rrezikshëm për të, domethënë, shparosës dhe shkatrues, një udhëtim që mendonte se me forcën që e ka do ta shkatronte Qabën, do ta rënonte autoritetin e Qabës dhe Mekës dhe të përfitonte nga kjo situatë që kjo t'i kthehet pastaj atij me përfitim dhe autoritet. Kurajshët ishin idhujtar në këtë kohë, nuk ishin besimtar. Andaj Allahu te barekuhu teala e mbrojti Qabën jo për shkak të idhujve që ishin Qabë, po edhe nuk e shkatroi ushtrinë e Ebrës për shkak se ishin jo musliman. Ata ishin krishterë, po megjithatë nuk u shkatruan për këtë. Nga se të nderuar vëllezër, shkatrimi i ndokujt individ apo popull nuk bëhet vetëm mbi bazën e mosbesimit, por duhet të ketë diçka të shtuar mbi këtë. Arrogancë, mendjemadhësi, nënçmim, tendencë me e pengu fjalën e Allahu xhallahu ala, e pastaj kur kjo bëhet, meriton që ndaj tij të ndërmirën masa të caktuara ndëshkuese nga Allahu te barekuhu teala. Prandaj në këtë situatë, edhe pse Kurajsh ishin idhujtar, ndërsa Ebreja ishte i krishter, që në matjet tona ishte më i mirë se Kurajshët, për shkak se ishte pasues i librit, kishte diçka s'paku nga besimi i pastër, u shkatrua. Po nuk u shkatrua pse ishte ehli kitab, po për shkak se ishte arrogant. Dhe kemi thënë se në surët e fundit Allahu flet për deformimet e njeriut dhe çmimin që e ka pagu për balë të deformime, qoftë për shkak të pasurisë apo qoftë për shkak të pozitës. Në surën El Humeze, në surën Tekathur, kemi pas deformime për shkak të pasurisë, ndërsa në surën El Fil është deformim që realisht ka pasu me dënim si pasojë arrogancës, si pasojë pushtetit. Dhe Ebreja mendoj se ka pushtet dhe me këtë pushtet mund të argëzonte Qabën. Allahu xhallahu e dënoi. Andaj dënimi erdhi për shkak të arrogancës dhe padrejtësisë. Dhe ky ligj i Allahu xhallahu ala të ndrozur. Kushdo që synon përmes pasurisë që e ka, pozitës, pushtetit që e ka, me u tregu arrogant ndaj robëve të Allahu xhallahu ala, me u padrejtësi, realisht ai ka filluar me mush kupën e tij të shkatrimit. Dhe në momentin kur ai ndërmerr masa të tilla, këtu janë hapat e parë të një fillimi të fundit të tij. Dhe kjo nuk ka të bëjë pastaj me përkatësi fetare. Mund të jetë edhe musliman, Allahu te barekuhu teala dënon. Nga se Allahu te barekuhu teala nga ligjit e tij në dunja është se nuk zgjat shumë zullumi dikujt mbi dikën. Qëra historikisht ka vazhdu mosbesimi, po s'ka vazhdu zullumi. Çdo zullumçar ka përfunduar.
ka marrë fund zullumi i tij. Sa ka qenë faraoni, domethënë arrogant, sa ka qenë i pushtetshëm, sa ka qenë me ndikim, megjithatë ka përfunduar. Jo për shkak të pretendimit se unë jam Zoti, po për shkak të arrogancës në imponimin e kësaj ndaj njerëzve dhe zullumin që ja bën të Beni Israilëve. Prandaj të ndrohet vëllazër, zullumi është i keq. Zullumi është realisht ai shkëndiza që fillon djegën e çdo kujt. Prandaj ka hadithe të shumta që Allahu xhallahu ala, domthonë ajete, po dhe hadithe të pejgamberit alayhis salatu wasalam ku qartas na treguohet se kush merr guxim me bë pa drejtësi ndaj dikujt, realisht ky është fundi i tij. Tash sa ka me zgjat kjo periudhë nuk e dim na. Nga se këtë ka Allahu xhallahu ala në dorën e caktimin e tij. Mirë po, askush nuk ka mujt të ndrohet vëllazër, domthonë kohë gjatë me e qumë e zullum. Tash na matim kohë gjatë, 20 vjetë, 30 vjetë, 50 vjetë, këtu e më për neve gjatë, po të ka Allahu xhallahu ala në shkurt, nga se 100 vjetë me zgatë, në fund Allahu xhallahu ala shkatëran. Dhe kështu përmend Allahu në surën Fil, se për shkak të arrogancës, për shkak të mendimadhësisë, për shkak të, domethënë, tendencës me prish diçka që e ka ndërtu pejgamber të Allahu te barekuhu teala, u shkatrua shkatërrim të tmerrshëm, të frikshëm, u shkatrua Ebreheja dhe ushtria e tij. Pas surës El Fil, pason surja Kurejsh. Surja Kurejsh, sipas shumicës së dietarëve, është sure e Mekës. Edhe duhet të jetë kështu për shkak se flet për Kurejshet. Dhe dietarët e përmendin në radhitjen e sureve sipas zbritjes, është pavarësisht surja e 30 që ka zbrit në Mekë. Kjo sure të ndërruar vëllazër flet për Kurejshet, por jo vetëm për ta. Kurejsht janë një mostër që përdoret për të shpërfaqë disa realitetet dhe vërteta të rëndësishme. Kjo sure fillon në mënyrë çuditshme dhe dietarët kanë pas disa komente që në shikim të jashtë mund të jenë të ndryshme, po në esencë të gjitha mund të jenë plotësuese të njëra tjetrës. Se fillimi i surës Li ila fi Quraysh, çfarë kuptimi ka? A është kjo sure e lidhur me surën El Fil, edhe pse është e ndarë në kuptim të surës, po në aspekt të kuptimit, a është vazhdimsi, apo kjo sure lidhet fillimi i saj me mesin dhe fundin e saj, nuk ka lidhje me kaptin El Fil. Fjala Allahu xhallahu ala Li ila fi Quraysh, të ndërruar, Allahu përmend, domethënë, një mirësi të madhe që ja dha Kurejshve. Dhe fillon surja me një lloj tërheqje të vëmendjes se a e dini pse e fituan këtë privilegj Kurejshet? Se kjo li mund të jetë për betim, kjo li mund të jetë për çudi dhe habi, kjo li mund të jetë edhe për arsye dhe shkak dhe urtësi. Këto kuptimi i ka. Dhe çfarë do kuptimi jap në kësaj pjesës Li ila fi Quraysh, që ashtu tani merr edhe pjesa e mbetur e surës kuptimin. Nëse fjala Li ila fi Quraysh, kjo li e ka kuptimin për shkak të Qurayshve, atëherë ka lidhje të ngushtë me surën El Fil. Se fjala ilaf, Li ila fi Quraysh, fjala ilaf në gjuhën arabe të ndozë ka kuptimin e një lloj uniteti, bashkimi, ruajtje së llojit, dhe e ka kuptimin gjithashtu të një lloj normaliteti, lehtësimi të çështjeve të caktuara. Andaj Allahu flet për disa begati që përmes tyre Allahu xhallahu ala e ka ruajtur llojin e Kurejshve dhe fisëve arabe, i ka mbajtur të unifikuara dhe të bashkuara brenda gadishut arabik, që kanë qenë të rrezikuar të shkatërrohen dhe të shpërbëhen. Dhe gjithashtu të flet Allahu xhallahu ala për një kujdes të veçantë ndaj Kurejshve, që realisht i ka bërë ata të gëzojnë disa privilegje që nuk i kanë gëzuar të tjerët.
Dhe Allahu xhallahu ala disa vështirësi që kanë pasur të tjerët u ka lehtësuar në mas të madhe kurajshve, sikur sa është udhëtimi rihlet ash-shita'i was-sayf. Udhëtimi i bërë dimrit dhe udhëtimi i bërë verës. Kjo është hyrje në surë, pastaj do të detajzojmë për të kuptuar ka është orientimi i koment të surës. Andaj, nëse surja është e lidhur me surën El-Fil, edhe këtë e përmenin shumë nga dietarët, atëherë Allahu xhallahu ala thot فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. I shkatroi din në atë mas që i shpërbëri Ebrehen dhe ushtrin e tij, e pyetja është, e pse deri në këtë mas i shkatroi li ila fi Quraysh, për t'i mbrojtur e për t'i ruajtur Qurayshët. Dhe kjo është një rikujtim Qurayshve për begatinë e Allahut ndaj tyre, e që ata tashmë duhet të reagojnë me atë që Allah thot felia abudu rabbe hadhal bejt. Dhe ata adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Me që kemi ruajtur, kemi mbrojtur, andaj reagimi juaj duhet të jetë ky. Që kjo reagimi, ne u përmendim begatin dhe u mësojmë reagimin. Andaj është e turshme që qabën që Allah e ka mbrojt, realisht pikrisht në atë qabë që ju s'keni patë mësi me mbrojt, as idhujt e ju e s'kan patë mësi me mbrojt, po keni kërku ndihmën e Allahu xhallahu për mbrojtje, dhe e keni ditë se Allah ka me mbrojt qabën. Kur Allah e mbron qabën dhe u shfaq mundësinë dhe fuqinë e tij, ju prap e mbushni qabën me idhuj. Çka kjo çështje juaj kështu apo? Andaj Allahu xhallahu ala përmend fillim rikujtim begatis, dhe tha se fjala li, që pjesa li e ka kuptimin edhe të habis. Andaj ju kemi ndihmuar, ju kemi ruajtur llojin, ju kena lehtësuar çështjet juaja, andaj është e çuditshme puna juaj se si mbas gjithë kësaj prap vazhdoni me idhujtari dhe prap vazhdoni me refuzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domthon korniza kuptimore e surës Quraysh. Gjithashtu të ndërru vëllezër, disa dietar e kanë lidh kuptimin e surës edhe me vetë emërtimin e fisit Quraysh. Se fjala Quraysh në gjuhën arabe të ndërru ka disa kuptime. Disa kanë thënë është emër njeriu, por shumë nga dietarë kanë përmendur se fjala Quraysh vjen nga një fjalë që pastaj ja jap një epitet veçantë, ja jap një pozitë veçantë Qurayshve. Fjala Quraysh është në formën e zvoglimit. Në gjuhën arabe, kur do diçka me zvoglu për me tregu një lloj dashnie, një lloj respekt, një lloj madhnimi, do me e zvoglon. Jo në kuptim të zvoglim të vlerës, po në kuptim të përdorimit diçka që e zvoglon kuptimin për të shpërfaqur vlerën dhe rëndësinë dhe ose madhnimin. Prandaj Quraysh nga kuptimet është fjala kirsh. Kirsh në gjuhën arabe i thonë balenës. A ne sikur që balena e dominon detin me madhësinë e saj, dominon të gjitha gjallësat, çashtu edhe Quraysh dominojnë fisët arabe. Dhe ata lëvizin lirshëm në fisët arabe, sikur që lirshëm, domethënë lëviz balen deti, pa u rrezikuar nga asnjë krijesë tjetër në deti. Quraysh e ka edhe kuptimin e karsh, që në gjuhën arabe nuk kupton, domthon pasurinë. Fitimin e pasurisë, e që edhe kjo ka qenë sinonimi i Qurayshve, kanë qenë të pasur, pasi kanë qenë të varfër. Nga si Quraysh niko kanë qenë shumë të varfër. Kanë qenë të varfër në atë mas, sa që kanë ndodhur që njeriu të mbledh familjen e tij, gruan, fëmijët, dhe të shkojnë shkretin, të futën një tent dhe të presin vdekjen nga uria. Pse e largu? Mos të rrinë mes në njerëve se mos val uria i shtyn që ndoshta ta shesin moralin. Ndoshta uria i shtyn që me lyp. E për me rujt nderin edhe me rujt kënarin, kanë shku me vdek shkretin ma mirë se sa me zgjat dorën nga uria. Shko qëfar, do më thonë, qëfar kënarije kanë pas. E Allah Gjela i ka pasuruar. Pra i ka marrë në emën të begatis që t'ja kujtojnë gjithmonë vetës e tyne se ku këni qenë e që ka ju ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Dhe gjithashtu nga kuptime e fjalës Quraysh është prap fjala që e përmana karsh, që nga kuptimet është pasuria, për është edhe uniteti. Do njerëz të bashkuar e marrin këtë emërtim kur bashkohen. Prandaj Allahu Gjela i ka bashkuar, i ka pasuruar dhe i ka bërë dominant mesin e arabëve. Prandaj gjitha këto janë në rreshtën e parë li ilafi,
për shkak se ju kemi dhënë edhe mundësinë e bashkimit dhe emrin e keni që u rikujton begatit Allah te barekuhu teala, ila fi rihlet ash-shita'i was-sayf, flet Allahu xhallahu ala pastaj për to lehtësime që Allahu a ka dhënë. Kjo është lidhja e surës me surën El-Fil. Prandaj Allah i ka shkatruar Ebrehen, e ka shkatruar domthonë Allahu te barekuhu teala ushtrinë e tij për çka që të mbetet lloji i Kurajshve dhe fisët arabe të mbeten të unifikuara. Jo në kuptim të unifikimit të bashkuara, të lidhura, sa të kanë pas përqarje, po të mbeten brenda gjirit arabik, brenda gadishullit, mos më shpërba, mos më nda. Kjo të ndërvëllëzër që Allah përmend begatin e Kurajshve, nuk ka të bëjnë me ta, nuk ka të bëjnë me ta vetëm. Do më thonë, kur Allah përmend begatit ndaj Kurajshve, mirësit e Allah ndaj Kurajshve, nuk duhet vendosur pikën këtu, vendosur se Allah për shkak të juve, për hatër të juve, Allahu xhallahu ala ju ka rujt. Jo. Allahu përmend se ju kom rujt. Ju kom pasunu. Ju kom marrë brenda vendeve tuaja, keni qenë të rrezikuar të shpërbëni, të shkatroni. Kush ju ka rujt? Allahu xhallahu ala. Pse ka bëu Allahu kët? Jo për shkak të juve, po për shkak të ngjarjeve të mëdha që po vjen, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo ta ketë mejdanin e përshtatshëm për të përcjell mesazhin e Allahu xhallahu ala. Nga se të ndërozër, nëse Ebreja kishte me pas sukses me rruçabën dhe shpërbën Kurajsh të Mekës, nga se Mekja zot kishte kuptim fare pa çabën, apo atëre kanë kishte me thirr pejgamberi sa dërgohet Mekë, po s'ka njerëz. Prandaj prezenca e njerit është shumë e rëndësishme. Kur s'ka njerëz, s'ka zhvillim, s'ka shtet, s'ka fe, s'ka adhurim. Ti mund të ndërtu xhamia sa dush, po kur s'ka kush e mbush xhamiat, çka bën ato? Monumente, domthonjë që qëndrojnë një kohë caktuar, është edhe koha diku i shkatron ato. Prandaj investimi në njerëz është më i rëndësishëm. Investimi në njerëz është më i rëndësishëm. Por Allahu xhallahu ala po thot: "U kam ruajtur vanin, u kam ruajtur çapën, u kam ruajtur pasurinë." Këtë më rëndësi, mirë po, aja që ju këmërit ma sumti, u a kam rujt njerëzilokun, si një konë të hupë si njerëz. Prandaj e kom dërgu pejgamberin që t'ju bën njerëz. Mos të dërgu pejgamberin sa asajmë të ndërëzë, kushtë me koso njerëzimi. Shikoni njerëzit në kohën e pejgamberit ku kanë qenë. Ku kanë qenë njerëzit? Shikoni për ku kanë qenë romakët, ku kanë qenë bizantët, ku kanë qenë tjerët, ku kanë qenë arabët, ku kanë qenë? Ku kanë qenë persët, persianët, ku kanë qenë? Në përmënë, qëfar degenimi ka qenë në Persi, domethënë, kur ka vdek baba, ka të rëshëgu djali krejt që ka ka, ma dje dhe gratë e babës, përmënë, është të rëshëgu edhe nona edhe mota, këtë të rëshëgu, kur fatet i gruja s'ka pasë. E të mere të shumë të, domethënë që kanë qenë prezent në atë ku, qoftë të rëmakët e bizantët e të kjerët. Dhe Allahu xhallahu ala e ka dërgu pejgamberin alayhis salatu wasallam që të ruaj njerëzimin. E për të ruajtur njerëzimin ka rujt Allahu xhallahu ala disa çështje të caktuara që njerëzit mbeten aty. Prandaj kjo sure është e shkurtër, por është shumë domethënëse, për shkak se Islami ka ardhur me rujt njerin. Njeri është më rëndësi. Kur hub njeri, s'ka rëndësi kurrë. Sot fatkeqësisht të ndrozur në frymën e materializmit të sotshëm dhe në vlerësimin e gjërave që i kemi, njeriu vlen mas pakti. Njeriu vlen mas pakti apo. Ma shumë vlen një pasuri e caktuar, një pozitë e caktuar, një epsh i caktuar, një kënaqësi e caktuar, se njeri. S'po them njeri kuptim të fizikut të tij, jo si fizik, njeriu si përmbajtje. Njeriu si përmbajtje, njeriu si vlerë, njeriu si i ndërtuar nga brendia e tij me këtë përbërësit e tij që e bëjnë human, e bëjnë njeri. Andaj sot për shembull të ndërvëllezër, sot për shembull, në tregjet ku shitën gjërat, a shitet të morali? Po, që njerëz gënjejnë, mashtrojnë, a shitet fytyra, a shitet dinjiteti, ke shitën ato. Do s'ka diçka që e nal, çka më shit treg. Më rëndësi është përfitim material. Ai sjell aty përfitim, ai sjell aty pushtet. Nuk ka më rëndësi në këmbim me çka ka fitu këtë. A ka fitu me ndere, pa ndere, me mashtrim, me gënjeshtra. S'është më rëndësi ato. Që kjo është vlerësimi i njerit. Që kjo është vlerësimi i njerit. Sot për shembull të ndërmendoj apo. Për sa
për shembull, braktisët prindi. Shumë lehtë, për një interes minimal, për një fitim minimal e braktisë. A ka mundësi t'ja del, s'ka mundësi t'ja del, s'ka më rëndësi, unë du të me shku apëtën. Andaj, s'ka vlerë. Sot për shembull, për çka njerëz ndahen? Zëni statistikat e shkurëzimeve në Kosovë apëtën. Në rritje sipër, të tmerrshme. Dhe lexoni arsyet kryesore të ndarjeve banale për çka një familje prishet, kryesisht për çështje materiale, për dominim, për ndërhyrje në kompetenca e tjera. Që kjo e ka është dërsu njeriu. E Islami ka ardhur thirrje me këtë vlerën dhe më të rëndësishme, ti është më e rëndësishme me të njëri, tjerat pastaj bëhen. Jo e kundërta. Andaj, Allahu kur e përmen këtë realitet që i ka ndihmu Kurejshve, po e ka rujt qabën që ju të rëni këtu, e ka ruajt Mekën që ju të mbeteni këtu, po jo për syt juve, e jo për shirkët juve, e jo për qeft juve, e jo për autoritet juve, jo për juve, po për një që është të lindë, po e që ka më arme e ndryshmu njërzimin, për që ata. Edhe Allahu Gjellewala të ndërëzër, e ka rujt dunjon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga se të kishtë me vazhdu avazi i përhapës i dhujtaris, e i zullumit, e i arrogat mes njerëzve, kiameti kishtë me ndodhë mati. Po Allahu Gjellalu e ka rujt dunjon, e ka rujt njerëzim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ma di edhe pa besimtarët i ka rujt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E këtë nimet Allahu a kujton Kurejshve. Jo kujton Kurejshve. Prandaj, që ky njeri ka qenë ai që realisht qelsi i krejt që ka ndodhur që ky është. Dhe shpalla që e ka me te. Dhe ila fi Quraysh. Andaj Allah tha për të rujt unitetin. Dhe gjithashtu të ndërëzër Allah ila fim rihlet e shqitai vë sajf. E përmena se nga kuptimet e fjallës ilaf është edhe normaliteti. Diçka që është e shtirë, Allah ta letëson, ta bën normale. Për dikon është e jashtëzakonshme, për dikon është e papërballueshme. Po Allahu xhallahu dikujt ja bën të lehtë. E çka u ka bërë të lehtë Kurejshve? Rihlet ash-shita'i was-sayf. U ka bërë të lehtë udhëtimin dimnit edhe verës. Kjo është një begati e radhës që Allah përmend. Krahas unitetit, krahas ruajtjes së llojit, Allahu xhallahu po përmend se edhe u ka lehtësuar udhëtimet e vështira, domethënë në kohra shumë të turbullueshme, keni mujt me ecë me qindra kilometra të sigurt. Çka nuk kupton udhëtimi i dimnit edhe nuk ti udhëtimi i verës? Udhëtimi i dimnit të ndrozur, sipas shumë dietar në kupton udhëtimin fillimisht për çfarë udhëtimi bëhet fjalë? Jo udhëtim turizmi, jo udhëtim shëtitje, jo, udhëtim tregtie. Udhëtim tregtie. Mekeja, sikur se ka përshuar Allahu xhallahu ala, kur e kalon Ibrahimi alayhis salam haxhin çka thon? Fi wadin ghayri dhi zar'in. Apo një lugin që s'ka bim, s'bin kurrë, ujë s'ka. Don Mekja realisht nuk i ka elementet, apo nuk i ka nështë përbërësit elementar për mbjetesë. Shënjë Allah e ka bo qender atën. Ka kodra e vështire banushme, apo me qka kanë jetu? Allah e ka përën, ju gjba i lehi themerat. Allah u gjelë ka po që mi jarë begatit për ketë anë vapëtën. Ketë që ka ndash më unë ju ka ardhë, në Mekë i ka ardhë. E qështë i ka ardhë? Duke ndërtu raporte Kurejsh të Mekës me qendrat moja, sikur se ka qenë Shami dhe Jemeni. Shami dhe Jemeni. Ka ndërtu aleancat fuqishme ta, politike dhe ekonomike. Dhe fuqizimi i Kurejshve politikisht dhe ekonomikisht ka qenë në shërbim të kujna? Në shërbim të thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto pregaditje ka bu Allahu xhallahu ala që kur vije pejgamberi sa domthon të jetë komplet mejdani përshtatshëm që ai tashmë ta përcjell mesazhin Allahu xhallahu ala. Andaj udhimi ka qenë udhim i ndërtimit të raporteve dhe udhimi i përfitimeve ekonomike. Çka nuk kupton udhimi i dimnit? Udhimi i dimnit është udhim domthon drejt Jemenit. Pse Mekja
në mujt e dimit, din natat më bo shumë eftoft. Edhe kanë udhëtu ka, do më thonë ka Jemeni, për shkak se ka qenë më ingratë. Dhe kanë bo tregti, pas të janë këthy. E tregtia me shku din e men nuk ka 2 ditë. E veç udhëtimi i ka nështë udhëtimi i ka 2 javë, i ka 3 javë kanë shku. Sa ka më dhe i kërën këthy, do më ka qenë e gjatë. A në kjo është udhëtimi i dimnit, udhëtimi në drejtim të Jemenit. E udhëtimi i verës në drejtim të Shamit. Pse? Damaskut. Nga se janë pjek frutet e mira dhe pemë të primet e rëndësishme dhe ka qenë kohë freskët në raport me Mekën. Në raport me Mekën. Udhëtimet në drejtim të Jemenit edhe të Shamit të nërvëzër për tregti në atë kohë kanë qenë të lehta. Për shkak se fiset arabe në atë kohë realisht e kanë ndërtu mbi jetesën e tyne mbi rrëmbim. Mbi rrëmbim. Edhe kjo ka qenë haptas, nuk ka qenë marrë. Do në qysh mbi jetën jo, në rrim që të presim një karavan, a i kalan, në rrëmbim, e plashkitim një 2 muj hanabok qështu. Edhe këto e kam pas në poezi, që është jetë lavdume, su konë marrë ke punat vakt. E kanë konsideru si lloj haraci që du të pagu karavanet që kalojnë ka toka e tyna. Kurejsht e Mekës, asë një dit, asë një herë nuk janë kërcnu. Asë një herë si ka prej kërkosh. Dhe kudo që kanë kalu, kanë bo alianca me ato fise. Pse? Se të gjitha fiset kanë pasë i marrë në Mekë. Kanë idhull aty. E këta kanë, kur vini të na, e keni venin, edhe i keni gjëra që duhet. Okej, na pra ju sigurojmë për me shkuapën. Andaj Allahu xhallahu u ka lehtësu, nuk ka qenë shumë e vështirë udhëtimi. Është dashur më rujt me ushtri, është dashur më rujt me sa armë si me shku në luftë. Kurejsht e Mekës e kanë pas të lehtësuar. Dhe gjithashtu të ndërnuazë, lehtësime që Allahu ka bërë është edhe vetë mundi që është përjetu në atë rukëtim se kanë pas kurejsht e Mekës. E ke pa dikur për shembull të ndërnuazë bën një punë tronë. Për shembull, quhet herët e punën ditën e shkonë, edhe ja letron Allahu xhallahu ala. Ti nga jashtë, po veç tu menu çka të bëj lodhësh. U çush po mundesh apo? Allah e dikujt e leson. Ja leson Allahu xhallahu ala dikujt apo. Të sheh për shembull te dietarët e hershëm kanë shu libra, kanë bërë aktivitete, do me angje me ditë nuk dalin me vjet sa ka pas. Nuk dal. Po ku është çështja? Lehtësimi Allahu xhallahu ala, bereqeti apo. Imam Nawawi rahimullah thot, kur flet për periudhën e kërkimit dijes, thot ku marr pjesë në 16 dersën ditje. Ece kthehet ashtu në laps ato. 16 dersën ditje, domthon ku marr pjesë. Tani do të kum shku në shtëpi, i kum përsërit, i kum shku, tani do të më shku nesër më ja lexuava. Tash ti thotë kur ke fletë çka ke bua. 2 vjet, thot Imam Nawawi, nuk di çka është me shtret trupin shtrat. S'kom flajt, është kum flajt me libra ato. Që shmunë është ato. Në 2 ditë nësë me flajt, në 1 javë s'u këfillëm ato. Letësim, Allah ai që dënë me punu, mu angazhu, Allah ja letësën ato. Andaj udhëtimet e vështira, në distancët e largëta, Allah ja ka letësu kurejshme ato. Andaj këtë letësim që u ka sjellë përfitime ekonomike, dhe përfitime politike, diplomatike, që kurejshti ka bëu faktor dominant në vendin ku kanë jetu, Allah a përmenë si begati. Allah përmenë si begati. E fatkeqësisht, në përballë tërë kësaj të ndërruar, tërë kësaj që Allah po ja përmend, po ja kujton këtë begati kurajshëve të Mekës, cili ka qenë reagimi i tyre? Si kanë reaguar ata në raport me këtë begati që Allah ka dhënë? Do po ja kujton Mekën, po ja kujton Ebrehen, ushtrinë me elefantin, po ja kujton udhëtimet, po ja kujton unitetin, po ja kujton begatin të varfër i kompasur, këto që përmana në rregull. Asnjë nga këto s'ka mujt me mohu kurejsht e Mekës. Ka qenë e qartë, ata vetë kanë pranu. Nuk ka mujt asnjë me mohu ato. Mirë, çka ka ndodhur për të kësaj? Reagimi i tyre cili ka qenë? Qëto është ajo nyja të ndodhur që duhet me zgjidh mirë ato. Qëto është problemi i njerëzve. Ç'to është problemi i njerëzve? Shumica dërmuese e njerëzve të ndërmuesve. Shumica dërmuese e njerëzve. Në raport me Allahun te bareke ve teala, a kanë problemin tek marrja apo tek reagimi pas marrjes?
Ku e ka problemin e zë? Të reagimi. Ka njëri që zbesën Allahun te bareke ve teala. Ama kur sot ujë që e pi, nëse ka folë Zoti se piun e më pesat e tutje. S'ka kështu. E merë frymën, e ketë begatit e Allahut i përdorë. Apo, problemin e ka të reagimin raport me begatit që i ka shfrytzuar. E ta një reagon me mohime, me arrogancë, unë vetë i këmbue, rasisht që mbue, problemet e caktuarat njohëra. Ma s'ka kërkush që thëtë për shambull. Ma se ka që Zoti këta, po thoni, une, s'ka kështu, nuk ka kështu. Edhe i kër është në zarë, ai ateisti kur në zarë, apo, dihet atë, kënë e thirë. Dihet që ka përnë atë. Dihet atë. Andaj, nuk ka mundësi me u pavërzu totalisht. Kur atë? Problemi është të reagimi. Ka njerë që për shambull, nuk i kërën obligimet. Musliman është që i kërën obligimet. Me thonë për shambull, a ka dikush që të qëra për? A i musliman? Me thonë, kush të ka kriju Allahu? Kush për t'jep me hongër me pi? Allahu. Kush për t'a qenë gjumin? Për t'a mundësu me flejet, me pushu Allah. Kush t'ka e pështet? Allahu. A, në regull. A i nxjerë një 5 begatit mdoja, se atu e në pa numër ta, që veç një begati ka begatit pa numër ta, po i përmena që mdoja. Ti ka e pa Allah gjellara. Ma si s'pi falë 5 vakët e cënën pe hjek. Te i të falësh. Asë një se hjek. Asë një. Bile lyp me ashtu apëtën. Do më honë, problemin e ka të këthimi, se ka të këmarja. Kur kushtët, masi s'pëbëj, asë për të adu, asë më faj. S'ka kështu apëtën. Kur kushtët shtu apëtën. Andaj problemi i Kurejshit nuk ka qenë të këmarja. Sa Allah që ka thët, wala in sa'altahum men khalaqa as-samawati wal ardi yaqulun Allah. Me pyet kush ka kriju qiejt e tokën, thot Allahu. Me pyet Kurejsh kush ju furnizon, Allahu. Me pyet Kurejsh kush ju ka kriju juve, Allahu. Me pyet Kurejsh kush ju mbron, Allahu. Me pyet Kurejsh kënë adhuroni, i dhujt aftët. E pse? Allahu, e në fund, që to problemi aftët. Këto problemi të reagimi. Andaj ka ardhur Islami në mësu qysh me reagu. Qysh me reagu kur begatohesh? Qysh me reagu kur gaban? Qysh me reagu? Shkani të ndrozën. Disa gjërat në duke shumë thjeshta, normale. Mirë po, veç me paramendu munges në mësimeve e shë që sa rënë është apëta. Ademi Alesa ma ka po gabim në gjenet, a ka ongër pipemës, po. S'ka dit që shqibin mu pëndu. Nuk ka dit. Edhe ka po që pëndu dhe në sene, dhe se Allah ka mësu, feteleka Ademu min rabbi i kelimatin. Ademi i mësej dhe do udhëzimin nga Allahu, e kërkoj fale. Tani Allahu ja fale, s'ka dit. Jetë ketë, që shme thonë falëm, shme pëndu, nuk dhe njële, jetë ketë që aftën. Andi Allah në ka mësu që kur të në begaton, që ishë më ragu. Kur të në spërëvan, që ishë më ragu, edhe kur të gabojmë, që ishë më ragu. Që kja është, aftën? Kejtë feja që të, aftën? Kejtë që të është, aftën? Atë ka begatu Allahu të bare këtale, po, ani? Allah në ka mësu edhe se duhet më ragu, edhe Allah në ka mësu që është duhet më ragu. Këtë ne ka mësu Allahu Gjellewala. Më një Allah në përmenë se Kurejshet mire kanë kuptu mesajnë e marrjes, po ja kanë ujtë në mënyrën e këthimit. Përndaj kemi dërgu pejgamber mi mësua pëtër. Pejgamber mi mësua pëtër. Andë Allah ka përmenë, mas i ka përmenë begati, dhe më thonë, që Allahu Gjellewala u ka dhënë gjitha këtu begati, udhëtimin verës e dimit e kështë më radhë, ruajtjen, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Atëre, kjo fëja të ndërëzër nuk kupton dhe më thonë ndërmarin e veprimet me njëherëshëm. Unë ju këmë begatu, unë ju këmë thonë, fe atëherë, le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpije. Shikoni të ndërë sa formulim i fuqishëm dhe i bukur është kjo ajet ato. Allahu te barek o tala të ndërëzër ju ka thonë, për balë begative, Allahun me adhuru. Allahun me adhuru. Pyetja madhe është adhurimi. E qysh me adhuru? Qysh me adhuru? Si pas Kurejshve,
A kanë adhuru Allahun Kurejshta jo? Si pas tyne, mi vetë ata? Po, Kurejsht mi vetë. Kurejsht mi vetë. Adhurojnë Allahun, Kurejsht nuk kanë pas problem me pejgamberin s.a.s. të adhurimi Allahut. Jo. Po kanë pas problem të mënyre adhurimit Allahut të barek o tala. Nga sa ata kanë thonë për idhujt, na nuk i adhurojmë këta. Illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Përveç se na dojna me të Allah më afru, a qëllimi jonë final i adhurimit është Allahu. Allahu. Pastaj, mënyra e organizimit tjetës, kur qëna saba qka bëj, qka ha, që shes, që shblej, përmi jemi është të zotis përzijetu. Unë i kam dhe idhuj, një idhuj në ka përcaktu, edhe ka besu se në atë idhull është një shpirt i mirë, një evlijaj caktum, apo që aj ndërmjetësën të ka lau kur kjo dënë mu lutë, se kjo është shumë i pist, shumë gjunaqar i madhë, e me atë ndytësin nuk ka mundësi me komuniku direkt me Allahun, andaj duhet një evlija, midis, një dikush i mirë, i cili ja përcjell Allahut adhurimin e këtij. Edhe ky adhurim është kur ky dënë, veç, kur ka vakt ky. Krejt që saj ata i kon adhurim. A kuptove? E ka arë pejgamberi më thonë që kjo që ju thoni adhurim, lidhje me adhurim s'ka. Çka është adhurimi? E qit pozicionin e mësimit s'ka dashur pranuar. Kjo është shumë rëndësishme kuptu të ndërrodhës vëllezër. Shumë rëndësishme kuptu. Se ka njerëz sa që, për shembull, thotë Zot besoj. Zot besoj, ama e shpreh besimin në Zotin qysh unë më mërmenja. Qysh duone, qysh unë e përjetoj. Ti e shpreh me namaz qështot, namaz jam është meditimi i yjeve, dalë natën në ballkon i qyri yjet, që kjo është mënyra që unë e madhoj Zotin tem. Dikush për shembull i qyr bubrecat, tuec, edhe i duket qështot në adhuroj Zotin xhallal xhelalu. Dikush në forma ndryshme apo. E që kjo çështje adhurim mos jetë kaotike, mos jetë ndorë njerëzve kush që çdon, e ka thënë Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe që ka thonë djetarët, të gjitha dyrt që njerëzit i trokasin me hitë tek Allahu, i ka mshel Zoti. Krejtë mshel. Veç një derë e kalon qil, që ato që kalon qil Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Veç që derë më është me hi. Krejtë dyrt tjere i ki mshel. Këtë rrugën mbyllura, i ka mshel Zoti xhallahu ala. S'ka rrugë. E qëtë realitet skandash Kurejsh me pranuar. Qëto skandash? Qëto ku me spajtimi? Qëto ju ndata? E ka thonë, a nuk gjetë Allah kanë me që pejgamber për tyja, ti me në mësu neve, ti e tim, ti babski, ti buk s'ke pas me hongër. Që ka ta është arroganca, përshe? Që kjo është arroganca? E ti ke pas me hongër, apo? E ti, hajtë, babgjyshet ku u dek, vete? U dek në shketin që ti apëtan se i ka ardë marrë me dek meke që ka. E ti ku je konti? Andaj ka thonë, pejgamber kjo me konë, pejgamber mund me konë djali Ebu Lehebit, Ebu Gjellit, këta që janë një njerës, kanë pare, kanë pozita, ma këtë jetim. E Allah ju ka thonë një sen. Allahu të e barë të la, zdvet ty ka me që pejgamber. A kuptan ti këtë punë? Sa e Zotë e Gjellewala, ti ki më nështru. Ti ki më binda ti. E që këtu ka qenë rezistenca, s'ka mujt me baqët punë atëm. Që të inatë s'ka mujt me thëj atëm. E që ta ka me thëj pejgamber e sa atëm. Inatin e njeriut brendshëm për me mësu diku që Allah në madhuru. Udhëzimin që e ka mësu pejgamberi me thuj epshin, edhe kujtën, edhe kur është në disfavorin e ti, edhe kur është kundër njeriut, a i bindë Allah xhallahu ala, për shkak se Allah e ka kërku. Që kjo është muslimani. Në qitë provim, shumica e njërët kanë rapën. Shumica e njërët kanë rapën. Se të ndërvëzër, të shkon besimi, për shambull, pranaje që i ketë për Allah të ki, veç pranaje. Kusht ka falë, kusht ka dhonë, kusht tjepë mu, ketë, veç pranaje që i Allahu. Tani qysh dush rëna? Qëka dush ba? Së më rëndësi? Pranaje edhe tani jena okej. Me konë që shtut, Kurejsh të shi kalzu ders në atë ditë për këtë punë. Jo se ta këtë punë e ka ditë fort mirë, ata i kanë kalzu arabe që shivjen ka fërë punë.
Paramëna, për shembull, disa rituale fetare të turshme që i kanë bu fiset tjera, Kurejsh si kanë bu. Apo, pse? Jo, na zbim kësi niveli, atë. Ta në kënë kogja, në thujza devat shumë në raport me arabët e tjerë. Në kënë zotni. Ama feja nuk o që kështu. Feja nuk o qef, feja nuk o teke. Mu më mërmenja, mu më dokët. Apo, ja nuk o kështu feja. Jo, të nërëzët. Feja o regull, këmë thonë një qënera, o disciplin, është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Feja është kuptimi drejt që vijen nga gjenerat e para. Që është e ka kuptu fejnë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu radiallahu anhu. Që ashtu kuptuhet feja. Zhvillimet e reja që janë këtë kohë, po, kuptuhen mbi bazën e të vjetrës. Së nuk ndanë këtu, nuk ndanë. Si gjithë shka të ndërëvëzë, si gjithë shka. Sot për shembull zhvillimi që është i bërë në teknologji, a është i shkputën nga e kaluara, apo është vazhdimësi nga e kaluara? Vazhdimësi, a e ka zbuluar atje diçka të vogël, një mas ti tjetër shka, një mas tjetër shka, tani ky mbi bazën atij të parit e ka zbuluar këtë madhen. Normal është kjo punë. Normal është kjo punë. Ama shkputja mes gjeneratave për me e prodhu një sistem të ri të kuptimit është tendencë veç me rrezu islamin. Andaj të ndërvozët, që tu është të lashja, që është këna me kuptu fel, që tu e kam pas pëllimin Kurejsht, kush ka me në mësu neve adhurimin, kush ka me në mësu? E Allah këtë felija abudu rabbe hadhe l'bejt, le të adhurin zotin e kësaj shtëpia, pyetja është e qysha zot, që e pejgamberi. Qëta e ka në që për qitë punë? Që e ku e keni qëta? Apo e shirin qabe që apëm kjo, po e qashtu bëneni, e Allah qashtu sunja bëj, e s'ka fej pra, a s'ka adhurim. Feljabudu rabbe hadhe l'bejt. Ka arë fjala Rabb. Edhe pse adhurimi është i lidhur me emrin Allah. Se emni Allah në vetet i përmban kuptimet e adhurimit. Nëse emni Allah e Rabb përmban në vetin kuptimet e kujdesit, mbikëqyrjes dhe sundimit. E pse të kërkesa për adhurim është përmen emni i kujdesit. Për me o kujtu, Rabbe hadhe l'bejt. A përshini që të shpi, kush o kujdes për të? Autoriteti juaj buran nga që kërë shpi. E emni e kërë fitu për të saj shpije. Mos me konë që kërë shpi kërkur se që të konë jo. Allahu Gjelle Ora ka dhënë autoritetin për shkak kësaj shpije. Prandaj adhuroni Zotin e kësaj shpije. E kush është Zoti i Çabës? Kush është Zoti i Çabës? A din kush është Zoti i Çabës? Po e din Allahu. Që ta idhuj 360 idhuj që keni fut në Çabë, a janë Zotë të Çabës? Ja. Ata vetë e kanë ditë? Ja, nuk janë Zotë të Çabës. Pse i kanë pru Çabë? Për me fitu vlerën për Çabës. Kurejsht e kanë ditë që idhujt nuk i japim vlerë Çabës, po Çabja i vlerë idhujve. E kanë ditë. Ata e kanë ditë që idhujt tyre është ma porë se Çabja. Që te i kanë pru në Çabë. Pse si kanë qëtë në kodra atje aftën. Si kanë qënë Muzdelife, për shambull, si kanë qënë Mina, pëse si kanë qënë? E ato e venet shajt atje. Pse i kanë shti idhën në Çabë, pse? E kanë di që e ka vlerë. E Allahu po të kush ja ka dhonë vlerën së i Çabës? Allahu. Andaj Allahu në dhurane. Ishtë një këta idhën që e kanë zhvlerësu Çabën, e kanë shëmtu Çabën. Rabbe hadhe l'bejt. Ka arme për emin hadha. Kësaj shpije, që kuptën afërsin. A përshini Çabën mirë, po, a përshini, po. Kush e ka nërdu Çabën? Ibrahim a.s. A ka nërdu Ibrahim a.s. po. Mirë. Ibrahimi që ka adhuru apën, a.s. A i ka adhuru qëta idhët? Jo, Allah i ka thu idhët. E jo pëse e kënë nërdu për idhët? A që ka shfaq Allahu Azza wa Jall në gjithë hap të shpjegimit, do më thonë aspektin kontroverz të përdimet të Kurejshve se jo, veç Allahu i ka pa autoritet. Se qa qini kontroverz, qa qini të pa kuptimt, sa që nuk meritoni me kun as qaban deleve, e jo mu të parë të arabë bëptën. Pa Allahu i ka ngritë. Ti apothush, najna pasus të Ibrahimit. Qështu kanë thonë ata? Ismaili është gjyshi i tyne. Se është martu me zveti, fisi kahtan që ka ardhë, dhe martu Ismaili me qikën tyne, o rritë edhe Kurejsht ka bëbë që aty ujtë. Në ku e keni prej ardhën? Ibrahim në esan, Ismail e esan. Asë një për Arabë nuk ka pretendu kur,
që Ibrahimi i ka adhuru idhujt edhe na pa adhurim. Ja, ata e kanë ditë çka ka adhuru Ibrahimi a.s. Pra të ndërë vëllezër, çështjet janë qarta, kur do një menua, e kom përmendur në raste tjera, për shembull. Feja nuk është trashëgimi. Nuk është trashëgimi. Trashëgohet shtëpia, toka, ta kalon baba e ka trashëgu, ta kalon të parë trashëgohet apo. Trashëgohet tesha, kerri, po nuk trashëgohet feja. Feja nuk trashëgohet. Shumë për shembull, me mshel një Kur'an në sanduk, edhe para se marrë deka, një sanduk që atje kumlon bëmën e qëtëm. Që kjo është sanduk i babgjyshet, që ja kalon ati baba i ti, e babës ti ja kalon baba i ti pi babgjyshet ti, apo zdi që akon të veç, që kjo është feja jonë. Unë zdi që akon të, kur qelë se kam, ama që kjo është feja jonë. Rune si sytë e bakëzit, apëtën. Qa me rujtë, Allah të? Sanduk me rujtë? Rujë Kur'anin në vitrin. Ka arë kërë me e qelë, Allah, mu bindë, me ushqy zemrën bindje se i vetëmi që meriton të adhurët është Allahu te bareke ve teala. Se Muhamedi asë më është dërguar i Allahut, që ta ka arë feja. Me ndëlidh fenë me trashëgimi, me ndëlidh fenë me gjuhë, me ndëlidh fenë me prejardhje, me ndëlidh fenë me patriotizëm, me kombëtarizëm, është huqje e madhe. Është huqje e madhe, është kaqëmisht e palogjikshme. A e të ndërëvëzë, pak popull në botë ka, djetë pëse e kanë bo këtë punë, e kanë lidhë kombin me fe. Pakin ata, shumica e popujve të botës, fejnë e kanë me bindje. Për shambull, kombin e kanë me trashëgimi, gjuhën e kanë me trashëgimi. Ne kur den dikush sot dhe thëtë, nëse e ndronë të fejnë, apo bosh ma shqiptar, do në është absoluteti maj madhi mund shumë që mu është menitin jetë tonë. Apëtën. është diçka më e palogjikshme e mundshme që ti mund me një tonë atë. Nuk e di sinqerisht që të njerëzit që dalin e këthojnë kështu, a menojnë në herë kështu, veç pak menojnë. Ose ata që i kanë qu se këta, s'janë çështë më që më dal vetë, po do që i kanë qu, e din për më që janë të thonë ato. Allah, na flasim me argumente. Kush e ka bëu këto, kush e ka bëu këto, kush e ka dërguar këto? Fakte. Mirë po, s'din për fesë kur gjë. 3 shartet fesë që e thirrën të nuk i din. Apo, thot që të fe do të me marë. Cilën e Allah? Që atë sandukën e babgjur që kur një tonë se ke qela, a që ata? Për jo Allah, mësër kjo feja, kjo so fe. Feja nuk ka malë. As blejet, as shitet, as të rëshëgohet. Feja kuptohet, bindet edhe zbatohet. Që kjo feja, për? Ama feja të rëshëgume, feja odave, feja gëjdhënave, feja zakoneve, Islami së këse feja, për? As në duhet si feja, nuk në duhet, për? Ja. Neve në duhet feja bindjes, e logikës, feja argumenteve, feja cila, realisht, kom kërështë me shkencën ullet e bojnë lavdin të gjykimit edhe kus për lahon, për? Që kjo është feja unë, për? Me shkencë mirëfilt, me shkencë të argumentet të fakteve, po, den të gjykimit kom kërështë bojnë laf, den të gjykimit kus për lahon, s'ka kundërshtim? Se shkenca studion ligjit Allahut kosmologjike të natyrës, feja studion çka? Ligjit Allahut shariatike fetare. Pa ne dyetën për Allahut xhallahu ala, s'ka kundërshtim ato. Çito s'ka dosh me kuptu kurrë të Mekës. Çito s'ka dosh me kuptu. E me çka e kanë kundërshtuar pejgamberin sa? Ai ka për argumente. Ju ka thonë, peshe çka po i thot Zoti, s'po i thëmë ne. Po i thot Allah, ai u kombrojt, ai u komrujt, ai u komdhon. Ai po adhurone. Unë jam që to më mësu më adhu. Unë jam marr për çet punë. Çka kanë thonë? Reagimi kurrëshve dëgjojnë apo. Kurrës kanë thonë për shembull, a bën një debat publik lidhur me adhurimin. Kallzo ti vëlla për adhurimin tënd na për të nevin e të këshyrim apo. A kanë lyp debat publik kur? Mirë. Alternativa kurrëshve cila ka qenë? Inna wajadna aba'ana ala umma. Ti fol sa dush me argumente, ti fol sa dush me shkencë, e me njohuri, e me prova, sa dush fol. Nëse kem njet me lkun komën për asoj që kena pas babgjysh tona. Po babgjysh gabojnë e vllapta. A komën si babgjysh me gabu? Po. Andaj të ndërrozër, edhe një qeshtë me rëndësi këtë desët kalim të funi i sotës. Mungesa e sinceritetit të njerëzit e këtij lloji shpërfaqet jo që kërë hapin gojnë, pa dhe që pe hap gojnë.
hiç pa fol, shpërfaqet sot pas sinqertin ato. Sot për shembull të ndërrodhën, sot populli jonë, debate, diskutimet, për me rujt traditën, me rujt kulturën, në cilin fushë tjetës tonë, kam betë domethënë tradita që shukon baba babgjësh. Cilën fushë me të? A veshemi si të parët? Jo. A hajmë si të parët? Jo. A martohemi si të parët? Jo. A kem ne si të parët? Jo. Pse? Sot është zhvillim, sot kemi ecë, apo? Gjithkund po bëj kemi ecë, apo? Gjithkund po bëj ke, domethënë, me prish ka pak. Kur vjen puna te feja, duhet më kthyn fen para 1000 vjetë. A pëton, që të partë këna pasër të japër. Po ti po thush, para 30 vjetë s'kan ditë me hongër, na i mësoj me hongër, e po thush feja 1000 vjetë e po bëj keme konë. Qysh bjen ke punë vëllauta? Hade këqyrim apo bën, ne diskutojmë. Apo i rezistan kërkesave tjetës, apo rezistan? A ti të ndrollë, që atje ku konë, me shumicën të elona pëtën. Se s'pjo mu shmenën. Andaj janë pas sinqert dhe pa logjikshëm, sinqerisht apo. E çto kurrë s'ka dash me kuptuar. Rabb hadha al-bayt. Edhe në fund Allahu xhallahu ala prap i ka gozhdu, me begati i ka gozhdu, që mos të kenë hapësirë të manovrimit e të manipulimit. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Kush është Zoti i kësaj shtëpie? Kush ai? Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ka përmendë Allahu xhallahu dy gjëra kryesore, me sa ndërtohet shoqënia dhe funksionon besimi dhe feja. Alladhi at'amahum min ju'in. Ai që u ka dhënë me hongër. Sa interesant të ndërozë. Allah ka përmendë dy sene më rëndësi. Dhe kjo është e vazhdueshme në Kur'an. Kur përmendë Allahu xhallahu ala dënimin ndaj një populli, përmenë se ja ka marrë qëtë dyja. Kur përmenë Allah begatimin e një populli, thëtë se ja ka marrë qëtë dyja. Sa të në këtë dyja begatit madhore, ushqimi edhe siguria. I sigurt. Pse Allah e ka përmenë mas pari ushqimin të një sigurin? Për shkak se njërë është në gjendje, apo me e sakrifiku sigurin për më ushqyja, bukë është marrën se shmja, ka po njëri hinë rëziqeve, apo për shembull hinë luft, se të më na marrë venin, të kurnojmë, ku hajmë, apo. Andaj njëri e mbron, çështja më e madhe është buka, ushqimi, uji. Që në më rëndësi, sa beteja sot buon, apo, për çështjen e resurseve ndryshme të millit, ose të ujnave, e ardhme ku me konë ushqimi. Allah se ka përmen ngopjen, pa e ka përmen mjeftu e të amehum, i të amë është me të dhonë me hongër, të aman. Ska Allah gjele i ka ngi. Ja, se ngopja, ku njëri hanë demu kur smunët mo, shpesh është e dëmshme. Kryon qka? Ngopja, qka silë? Gjumë, dëmbeli. Një që i hajnë shumë, veç i gjenë shtretë, së në vritë mo, pëtë. E Allah s'ka unë mi ngop, jo, po mi dhonë më hongër për me jetu, që kanë mundësi me vazhdu në aktivitet jetës, e të amë me hongë. Mi në gjurin, Allahu te bare këtale u ka dhonë me hongër, sa me e fik urin, që kjo është ushqimi normal, sa më së me të undë, e mes nivelit, sa më së me të undë, edhe mungi, ka gjani ndërtes e madhë është, e ka fshatave. Ku du të mënarë muslimani? Në esencë, të fikja urisë, që mund të mo? Alhamdulillah. Allah ka onë fikja urisë, që kjo është begati. Ngopja, shpesh është të dëmshme. Për shkak se përdojnë dembeli dhe lakmi dhe pangopsi. E këto që në begati, shkone qëfar kujdesin begati që Allah të ka dhonë. Dhe u ka dhonë Allah në gjellua siguri. Po, siguri është më rëndësi të në siguria është më rëndësi. Përndaj, shpesh ku flasim na, për venin tonë të ndërëzër. Normal, jeta ka kërkesat shumëta, duhet me luftu gjithon për më të mirën, duhet me punu, mu angazhu që rraqë me i zhvillu shumë aspektit jetës tonë.
kemi ngecje në shumë aspekte, nuk po flas që kemi të vetknaqur, me thonë se që kjo është fundi, larg asaj, duhet shumë e punu. Mirë po flas për diçka tjetër, që ka me një pyetje të madhe, arnohet në Kosovë, që të dikush, arnohet, përgjigja është në surën Kurejsh. A ki me hongër? Ja me hongër, po. A i sigurt, po bëllë, që po dënë më? Që po dënë më? Se kemi pas të dyjat. Po, paraluzë ka pasosë kur s'ke mujt me hongër. Jo është mungop, po has me fig urin s'ke mujt, apën. Ka pas shumë rast të tilla, apën. Edhe s'ke pas siguri. Ti ka shëndru Allahu te bareke ve teala në pasuri. Tash nuk ka mo që situata a ki me hongër. Jo, apën. Tash nuk jem që e thënë të një mendimtari kohës, njerëz dikur kanë vrapu për me gjetë bukë, tash vrapujnë për me shkri bukë, se kanë hongër shumë, apo, s'kanë me vrapu për me lyp bukë, se e ka shumë afer. A diku njerëz kanë gajt vrapu atje, shka atje, si Hagjerja, ka vrapu me safë se mërë me gjetë ujë, apo, sot njerëz vrapujnë me gjetë ujë, se kanë që atë në sobe kanë. E pse vrapojnë njerëz sot? Po dalë me ngajt për shnet pak, se jena trash. Apo, në qëtor lukë se njerit, apo. E siguri sa dush. Në Kosovë del kur dush, apo. Ka siguri. E do të me lesu këtë siguri, të në të vëzër. Wallahi, është begati e madhe siguria. është begati e madhe siguria. Duhet me qenë mirënja dhe Allahu xhallahu për sigurin. Pastaj edhe për gjithë ata që përkujdesen për këtë siguri. Se ka njerëz që lodhen, angazhohen, sakrifikojnë për këtë siguri. Do të me qenë mirënjohës njërë për siguri, edhe me kontribu për siguri. Prandaj, gjitha rrezikimi siguris, gjitha tendes me prish sigurin, është në shpërputhje me Islamin. Nga se Allahu sigurin e njerëzve që lirshëm të jetojnë, lirshëm të punojnë, lirshëm të fitojnë, lirshëm të adhurojnë, këtë liri Allah ka trajtu si begatin të ju që duhet me e këthy në adhurim. Dhe këtu e begatit mëdha, sikur se ka thënë pejgamberi alayhi sallam, kush men asbaha minkum, kush në sabah qohet, shikoni, kush qohet në sabah, aminen fi sirbi. Domthon, në rrethin ku jeton, në mesin ku jeton, i sigurt. I sigurt. I shënosh në trup vet. Shënosh, alhamdulillah. Wala hukutu yawmihi. Edhe qatë dit ka me hongër, shiko po, qatë dit ka me hongër. Thot, që kjo është sikur se me pas këtë dënjon. Pse? Pse realiteti është tashmja. E ardhmja është imaginare. Qatë dimja që bje nesër. Qatë dim në apë. Prandaj të ndërozër, kjo është begatia që do në kam su. Që të avdërsim begatin dhe të njëjmë reagimin begati. Gjdo begati duhet me dish me reagu, apë. Prandaj ne kam mësua Allahu xhallahu ala, kur të begatohemi, reagojmë me falënderim, por falënderim se ka mësua Allahu robën e tij. Falënderimi është me namaz, falënderimi është me u largu nga të këqijat, falënderimi është me agjerim, me sadaka, të ka hap Allahu falëndera, e jep, të ka hap Allahu dije, falëndera, e mësa, për hapë dijen e kësaj mëradh. Nëse keron mëkat, çish më reagu? Reago me kërkim falje. Kërka falja. Nëse e spravu, reago me qka? Me sabër. Andaj bukuria dunjas të nërëzër, dhe knesia dunjas, dhe ngritja në dunja është në falënderim, në durim, edhe në kërkim falja. Qëtë të rria? Ti silësh me shtëve të rriave. Ja ka situatë kur du të me konë falënderus, ja ka situatë kur du të me konë i durushëm, ja ka situatë kur du të me kërku falje. Aftësia jote për mi i dalu situatat dhe me reagu si duhet, është reguas një pikuri sfetare se ti e ke kuptu që është duhet misionin, ti e në regullë. Që kjo është kejtë feja jonë. E përbidhën surën Kurejsh. E në reagujmë. Në kapë Allahu xhallahu reagujmë. E nëse e matim dhe me këtë du me përfundu. Nëse këtë reagim të nërvëllazër, që kjo reagim i dur, apo? E qëtu e begatit kryesore. Domthon, begatia kryesore është ushqimi dhe siguria. Nëse reagimi është falëndrimi, durimi dhe kërkim falja. Qëto dyja, nëse përdoren si test, me testu shoqnin ton, besoj që nuk dali mirë.
besojnë që nuk dalin mirë. Ka njerë që sa ma tepër ushtohet pasuria, ushtohet lakmia dhe kopratësia. E kjo reagim i korejshve, jo i musliman vapëtën. Kjo reagim e atyre që se njojnë Allah në të barek o tala. Jo ata që njojnë Allah në gjellë ala vapëtën. Sa ma tepër jep Allah shëndet, përkthehet në adorim, falënderim. Kur gaban, kërkon falje, nuk lufton me mbrojt keqen, për kundra asaj që është keq. Ja, për në që ke muslimani vapëtën. Edhe në situata kur s'ka, bën sabër, nëse e din se dunjoja kërkuj si ka krejt. Kërkush se ka pas këtë dunjojnë të ndëzën. A ka dikur që ketë e ka? Ja, s'ka kërkush. E ka pasurin, po ka familja vetë nuk e dënë. A ka? Në kemi pa njërës të pasën, babëve të delë tëtë, heqmëtina se babëve vetë nuk e dënë. A ka njërës që shto që jenë të pasën, miljardera, po baba nuk e dënë. Pare ka fitu, ama zemën e babës e ka idhnuar. Në matë e ti tash, a ka fitua, s'ka fitua, ose tjetër kështë më radhë. Andaj që kjo sura Kurejsh në mësën jetën, në mësën organizimin, në mësën blesimin e begative dhe reagimin e duhen begati, së bashkë me surën El Kehf. E pasoj surë të ndromë dhe vëllezër, vije surë El Maun, ku në mësën praktikisht një mostër qysh i bjen praktikisht reagimi gabuar. Reagimi gabuar, edhe pse njerëzit reagojnë gabimisht. Këtu Allah në mësej, që shë nërmalja. Allah të begaton, të jadhura. Që kjo nërmalja? Surë e Maun e përmen të ashtë kundër. Përmen gabimin në reagim dhe arsye dhe faktorët e këti gabimi në këtë reagim, po të të spjegojmë inshallah në takimin e ardhshëm. Allah në boft falëndërues në çdo sprove të lashtë të durueshëm dhe në mundsoft Allah në gabimet tona të kërkojmë falje, e Allah në e përnoft kërkim falet, në i falët mëkatet tona, e në i shtoft mirësit e begatit e ti, Allah në ashtoft sigurin e rahatin, e lësë Allah në gjellera që mos të mungon begatia në sofra tona, e mos të mungon siguria në shtëpite, në rrugët e shtetin në vendin tonë, e ku të qoftë të muslimanet e ku të mbot, Allah dhash siguri e paqe rahati, e në mundso që tjetojmë rahat shumë dunja dhe dalim faqebar tek Allah nesër në ahiret. Allah e shpërblet për vëmendjen, mirë të kofshim, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.